Po ti kishte biri i Ademit te edhe krejt na. 2 lugina, më dha, ari, argjente, pasuni plot. Çfarë dush thuj? Do të kishte thonë ku të kisha pas edhe tretë. Dhe mrena nuk njihet insani veç me dhë. Andaj, mësët që dhe të brekure që insani bën turmas pasionisë. Pastoria dhe vlad janë zineti, pleshtë kam përdorë zinet, zineti grus, zineti nusës, kur zbukurohet. Janë stolia, zbukurimet e njeriu në këtë dynja. Një të gjava fëmit, nuk ka me përzirje, është me imponim, i krijuar është insani, ka me i dasht fëmijën e vetë. Dhe nëse gjeni njeri në dynja që del nuk i gjenë fëmijën e vetë, aje ka vetëm një adres të nërpsiatri, se i qmendu në kry. Qështu është një punë. Tjetër kur e vletja plasin zemrë masanejo, jësë për e letë në sejtë ti. Jo, në përflasëm në parim, janë zbukurua insani dashëria vletve. Dashëria ndaj pasunisë. Pra, është një nevoj, një instinkt i krijuar. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur dëmra të rëgu sa insani sa është i tërpijat në atë kuptim, figurativ, për dynja dhe këto bëjnë pjesë kërejt, musliman e jo musliman. Thët lëkan e libne Adem e wadijen min malin, leptega wadijen thalithen. Po ti kishte biri i Ademit te edhe krejt na. 2 lugina, më dha, ari, argjente, pasuni plot. Çfarë dush thuj? Do të kishte thonë ku të kisha pas edhe tretë. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Dhe mrena nuk njihet insani veç me dhë. Andaj, mësët që dhe të brekure që insani bën turmas pasionisë, sepse është i krijuar me dash pasionin dhe mas më nji pasoni, pra njihet dhë. Pse? Që është i krijuar kë mahlukat, kë lloj krijese. Për ata Allah Azza wa Jall, Tabaraka wa Ta'ala, ka thonë, zujli nasi hubbu shahawat min an-nisa wal banina wal qanatir al muqantarati. Dhe i ciklojt e pasunisë janë zbukuruar njerëzve. Në një tjetër janë zbukuru njerëzve dashëria ndaj grave, çifte bashkëtorë, e vlerë e pasunisë. 3 elemente. Nuk mujnë me ikë njerëzve. Pa nënën tjetër mund të thot dikush, e pse ka që shumë e bëri Zoti insanin me dasht pasunin? Pse? Pse me dasht? O të hibun e l'male hubben gjemma. E dëni pasurin së te për mirë, shumë e dëni. A thot Allah, pse me Zoti ja? Sepse e pas ka bo shtyju të dynjas. Po mirë e kuptova. Pse na me dash ka që shumë? Pse nësë në kam pra si punë e fejsë. Kush dënë e zgjedh edhe shkan gjami. Por kush dënë shkan e në kish, kush dënë shkan kërkoheq. Se një pjesë e njës. Ma djetë ta shanë fejnë krejtë, ta konteshtë. Pasëni nuk ka qështë. Këtu ka shumë sene, shumë urtësi, shumë gjana me spjegu që nuk dhe zgjerohëm të se te për mi, po me 2-3 fjallë nga pak. I larsuar është Allahu, krejtë këne se ndalë me mendoj. Po ta kishte bërë Zoti, dynjan, mës me dashni, apo pat na kishte përzullu neve, që ti ndjin, që të nevoj, që dashuri, që kemi, ndaj pasurisë. Të mirave të pasurisë, këtë fjallë të mirave të dynjas. Pas të këshëm pas një këtë dashnit madhe. E si rjedhoj vullneti i madhë me punu. Qa kishë ndodhë? Dëshira, vullneti, puna, vjen rezultati, vjen pasionia. Po mës të ishte këtë qa kishë ndodhë? Qa kishë ndodhë? Ishë borë rëmuj dënjaja. Ishë borë rëmuj. Ishë katëru dënjaja. S'kish hes as një hap për para dënjaja. Eshe? Për ata Allah i madhruar atje,
Ku ke hadithi po t'i kishte robi 2 lugina, me ari, me argjent, me lëp, me hajvanat, me shka dush ty, pra mira dele, mira deve, mira këtë, ose me tonelata ari, argjent, ose miliona paratit, ku të sodit. Lyp hala, bal nuk ka të robi. Të robi bal nuk ka. Ke i ri, ke plak, ke shnosh, ke i smut, ke shtrat vdekjes, si punën kam, si punën durte, punën goja pa. Ka me folë pasë një halaj, take. O, bërë, shahadet, istikfar, se shkove i shkrin. Shkove! Po nanën tjetër, mëse fajsë, sepse lakmia për dynja nuk hi, ketë nuk vdes. Kjo është me hadith, robi plaket, për 2 sene nuk plaken. Shpresa, ma në më daj. Edhe lakmia e robit nuk i hi e këtë.